Një i nënës dhe tjetri i njerëkës, kjo është shpreha që gjen vend në lagja në kushtrimin në Vlorë, aty ku dy zona shumë pranë njëra tjetrës ndryshojnë kaq shumë me syre. Zona nga xhamia e qytetit deri në kryqëzimin që të çon për në hyrje të Transballkanikës është transformuar totalisht si rrjedhoi e projektit të bulevardit të palmave dhe agrumeve, ndërsa pjesa tjetër, ajo përballë komisariatit të policisë së Vlorës, me infrastrukturë të munguar prej vitesh. Banorët e lagjes shohin si të padrejtë këtë ndarje kur thonë se projekti duhej bërë i njëjtë nga xhamia deri në hyrje të qytetit, pasi sipas tyre segmenti rrugor ka nevojë për rehabilitim. Megjithëse nuk i kanë humbur shpresat se do të ketë një fazë të dytë në realizimin e këtij projekti, banorët tregojnë se tepër me rëndësi është po ashtu edhe rehabilitimi i fasadave të pallateve të tyre, ku godinat e banimit 3 dhe 4 katëshe sipas tyre po amortizohen çdo ditë më tepër. Si e shikon? Si e vlerëson? Si që ka qenë? Se di, ishte një shpallje, nuk e kam të atë shpalljen që këtu ishte ajo tenderi. E mira nuk ka fund asnjëherë, nuk ta shpjegoj dot se cili thot onën ime. Ne këtu jemi të kënaqur për këtë gjë që ka bërë gjë e bukur. Siç më kam dëgjuar nga ata i do vende semafor të ditë. Kështu që për ne është në rregull, me një kalim është, rëmuj s'ka. Këtu ishte një parull. Dhe ajo mund të sqaronte më bukur. Që kishin vënë ata firma ndërtim. Por, duhet të punoj më mirë. Po ma se të rregullohet. E gjithë, kam shpresa si s'kam. Të rregullohet, të bëjnë gjithë të mrekullira jakteja. Po mendon se duhet ishte bërë njësh? Po njësh duhet bërë. Duhet ishte bërë? Po. Po tani që s'është bërë çfarë mendimi ka? Po ma se do ta bëjnë, themun. Base. Nuk është gabim ajo. Që është ndarë apo jo? Po kjo është ndarë është gabim. Sa vite më banë më në këtë gjë? Se unë këtu kam qenë me lagje i humë bashkë të firmat piramidale. Ajo pu ka qenë, ajo që ka qenë është aty. Që nga 90-a? Si mos dash ka kjo rehabilitim? Po me seleksionime. Këtë e kam rriti që këtu të lagja kuri. Ka një 6 muaj që e kanë shtrojë rrugicën tonë, se ka qenë për i bret, po nuk janë prishur të gjitha. Ndërkohë shojnë të zonët e policia që është e para habilituar, apo jo? është si që ka qenë më parë, dërvite? Po thonë që du ta bëjnë. Po pse Tani, kjo ndarje? kështu po thonë që po vënë ato kolonat në anë të rrugës dhe thonë që do ta bëjnë. Po me që e ka nisur them, po që e kanë bllokuar lagjen për ndërtimet pa leje. Janë zënë me baça, me baranga, nuk janë prishur të gjitha. Duhet vazhdoj dhe ky aksion për prishjen e ndërtimit. Po, se janë me seleksionime, pse? Kjo zona e policisë ka vite në këtë gjendje që sot? Po. Sa vite më? Unë kam 7-8 vjetë këtu, kështu e kam gjetur, kështu është. Është e rëndësishme të rehabilitohet? Po shumë e rëndësishme, që na ta fillojnë apillimi të zerohen, të bëhet lulishte në lagje, të bëjnë stola për moshatare, se s'kemi mundësi të dalim, të vijen stola në për lagje, edhe për moshatarët. Edhe pallatet e rikonstruktohen? Dhe pallatet janë për i brete, shiko rrugicën tu. Nëse projekti për ndërtimin e bulevardit të palmave, agrumeve dhe jacarandave është thuajse i përfunduar, për zonën përballë policisë së Vlorës nuk ka asnjë informacion nëse në vijim do të ketë një tjetër projekt për rehabilitimin që do të përmirësonte kushtet edhe përgjati.